Fatmirësisht të dashur shikues, na u mundsua që të realizojmë lidhje direkte nga Utah e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, atje ku po mbahet festivali i filmit Sundance, për të realizuar kështu një intervistë me njërin prej anëtarëve të ekipit të këtij projekti, pra filmit Shame and Money nga Visar Morina, i cili e shënoi premierën botërore pikërisht në këtë festival prestigjioz. Kemi në lidhje direkte Eshref Durmishin, producent i filmit. Përshëndetje Eshref, si je? Përshëndetje Dona, mirë, faleminderit. Atëherë është kënaqësi që të kemi këtë lidhje direkte për të marrë pak nga emocionet e freskëta që i keni nga premiera që është mbajtur para ditën e së dielës. Fillimisht na trego si kaluat në këtë ngjarje dhe si u pret filmi nga publiku. Siç e dimë ne, gjithë festivali i Sundance është një prej festivaleve më prestigjioze në botë, edhe është ndjerë kënaqësi me qenë pjesë e festivalit në konkurrencë zyrtare dhe me shfaq filmin Shame and Money. Ky edicion është i veçantë për dy arsye, sepse është edicioni i parë që mbahet pa themeluesin e këtij festivalit, aktorin e madh Robert Redford, që ka ndruar jetë para një vitit. Edhe tjetra është që për herë të fundit mbahet në Park City në Utah. Nga viti tjetër do të mbahet në Colorado, do të shkoj nga këtu në Colorado. Ne patëm premierën dhe ishte vërtet salla e mbushur plot. Është po ashtu edhe ditët vijim sot, nesër dhe pas nesër janë gjitha sold out, gjitha biletat të shitura, interesimi ka qenë i jashtëzakonshëm. Dhe është prit shumë mirë. Në të drejtën ka pas kur ka dalë më përshëndet Visari një 5 minuta më shumë standing ovation, duart trokitje gjata. Pastaj në Q&A publiku ka qenë shumë interesuar, ka pas pyetje, ka pas lavdata për filmin. Gjithashtu edhe kritikat që kanë filluar me shkruaj janë shumë të mira. Shohim se si do të kalojë ditën. Megjithse Sundance quhet eke për faktin se është një prej atyre festivaleve që organizohet në Amerikë, por që i dedikohet më shumë filmvërësve të pavarur. Megjithatë, rrëfimet nga pjesët si Evropa apo Ballkani jo gjithmonë ndoshta arrin me komuniku mirë me publikun amerikan. Përshtypjet e juaja sa i përket pritjes apo temës që trajtohet në filmin Shame and Money, si arriti me komuniku me publikun atje? Besoj keni pas mundësi me marrë ndonjë koment nga publiku. Po, nga publiku është prit jashtëzakonisht mirë dhe secili shumë njerëz kanë dhënë edhe komentet e tyre, do thotë nuk kanë bërë pyetje, por kanë dhënë vetëm komente, sepse e kanë pa secili mund ta gjejë veten, edhe pse është një ngjarje që ndodh në Kosovë. Si historia është shumë më globale edhe njerëz mundën, sepse ti brenda ditës mundesh me hub gjithçka që ke pasur. Kjo mundet me ndodhë secilit në botë, jo vetëm në Kosovë apo në Ballkan. Kështu që e kanë pranuar shumë mirë edhe e kanë komunikuar shumë mirë me filmin. Më intereson të di pak edhe për emocionet që i kishit ju si ekip, sepse një pjesë nga Kosova, por edhe nga bashkëpunëtorët nga Gjermania, jeni prezent atje gjatë këtyre ditëve, por gjithashtu edhe Visari, regjisori, i cili rikthehet për herë të dytë pikërisht në këtë festival. Besoj emocionet kanë qenë më të forta dhe përgjegjësia më e madhe. Po, emocionet kanë qenë shumë të mëdha se një pjesë e madhe e ekipit që ka pa filmin për herë të parë, aktorët e kanë pa për herë të parë filmin në Rom. Dhe natyrisht që emocionet janë shumë të mëdha kur ke punu gjatë me një projekt. Do të thotë është edhe sheh për herë të parë, dhe sheh për herë të parë me një publik kaq të madh, janë emocione të veçanta. Po dhe për Visarin, natyrisht që kanë qenë emocione të veçanta që të kthehet prapë në festival. Mbrëm filmin e prezantoi, do thotë, kryeprogramera e festivalit, që është Kimi, që nuk është gjithmonë e zakonshme që drejtorat e festivalit ose sidomos nëpër Evropë dhe nëpër botë, që vinë edhe prezantojnë filmin edhe Q&A, pyetjet e përgjigjet. Kështu që edhe kjo ka një moment i veçantë.
Është interesante sepse edhe në një deklaratë të cilën e siguruam me shkrim për grupin Koha me Astrid Kabashin, pra protagonistin e filmit, ai tregoi që është çudit që ka pas në publik njerëz të cilët edhe kanë qarë nga rrëfimi, pra është një rrëfim i ndjeshëm pikërisht nga një vend i vogël siç është Kosova. Më intereson ta di në këto momente çfarë përshtypje ju lën juve kur publiku do thotë që nuk ka lidhje me historinë tonë, mrin me u prek deri në atë pikë. Kjo është po, është vërtet që edhe kur ka dalë nga salla, po edhe në sallë ka pas njerëz që kanë qajt, po edhe kur ka dalë nga salla, ndërsa ishim ne duke pritur makinën për me u largu prej teatrit, kanë ardhur shumë njerëz, na kanë përshëndet, i kanë uru ekipes, i kanë uru aktorët, edhe kanë qajt vërtet. Po kjo do të thotë që është shumë i mirë se filmi komunikon pa marrë parasysh pse është ngjarja në Kosovë, nga Kosova komunikon mirë edhe me publikun e huaj, edhe kjo neve na bën të lumtur se na bën të lumtur që Visari ka mujt me arrit me bën një film që komunikon me të gjithë botën. Po çfarë të ka lënë ty përshtypje më shumë? E ke ndoshta ndonjë koment apo ndonjë pyetje apo diçka të veçantë që mundesh me nda nga kjo përvojë në Sundance, sepse nuk është lehtë të udhtohet deri në këtë festival ku po vazhdojnë të shfaqen premiera filmash dhe po parakalojnë yje të shquar të Hollywoodit në tapetin e kësaj ngjarje. Ka pas disa, po një për që më erdhi tash në moment derisa te ishe duke bë pyetjen, përzgjedhja e muzikës, ka muzikë, kompozitori është një Mario që jeton në Zvicër, ka ba shumë muzikë mirë, po gjithashtu dhe Visari ka zgjedh muzikë shqipe, ka këngë të jugut shqipnis, ka këngë të këngëtarëve nga Kosova, edhe ato ju kanë bërë përshtypje shumë si muzika të zgjedhuna. Pra, po kujdeseni që në çdo moment të dërgoni copsa nga historia trashëgimia jon atje. Absolutisht, edhe para se gjatë kohës kur ka qenë publika tu ke hyrë në teatr, në background ka pas muzikë shqipe gjatë gjithë kohës. Muzikë popullore shqipe, muzikë kështu do thotë derisa është ratu publika ka filluar shfaqja e filmit. Unë e di që ka edhe ca ditë që të përfundoj do thot festivali dhe të shpallën kështu edhe fituesit, për çka ju uroj shumë suksese dhe shpresoj shumë që të ktheheni me ndonjë çmim, por për fund më intereson ta di ndoshta tani më vetëse keni nis një rrugtim shumë mbar të rrëfimit të filmit Shame and Money në festival prestigjioz. Besoj ju pret një rrugtim ende i gjatë në për festivalet të ndryshme në botës, apo jo? Po shpresoj, po besoj që ka me pas një rrugtim gjatë në për festivalet të ndryshme në botës. Mire ke nuk duat në baj më shumë, e di që jeni shumë i ngarkuar dhe atje është dita dhe ju keni shumë aktivitetet të cilat duhet t'i ndishni, kështu që po të falendroj shumë që gjete pak kohë për shikuesit tanë dhe për këtë lidhje direkte dhe ju mirë presim së shpejti këtu në studio. Faleminderit shumë dhe juve, kënaqësi me qenë prezent dhe i përshëndes gjithë popullin shqiptar kudo që janë. Suksese Eki, faleminderit. Juve atje natën e mirë. Faleminderit shumë. Mirupafshim. Mirupafshim.